Të ndershëm vëllezër dhe motra, patëm rastin që ditëve të kaluara të grumbullojmë vepra të ndryshme. Patëm një periudhë, një sezon shumë të veçantë për të afruar te Zoti i Madhreshëm me vepra të ndryshme, me agjerim, me sadaka, me lutje, lexim të Kuranit, përmendje të Zotit. Ja që sot ka ardhur dita e festimit. Prandaj shfrytëzoj rastin që t'u uroj të gjithëve festën e Kurban Bayramit, duke lutur Zotin e Madhreshëm për pranim të veprave, duke u lutur që Zoti i Madhreshëm na mundson që të kemi në vazhdimsi festa të cilat na afrojnë te Zoti i Madhreshëm. E patjetër se duhet të përcjellim në këtë mesazh urimi edhe një mesazh që ka të bëjë me tërë neve, me shoqërinë tonë, që këto ditë nga tani t'i shfrytëzojmë që të afrohemi me njëri tjetrin, ta vizitojmë njëri tjetrin, t'i hapim dyert e vizitave të familjes, farefisit, miqve dhe shoqërisë. Por në asnjë formë mos lejojmë që këtyre ditëve dikush ta merr rrugën e pushimit, sepse tani nuk është koha pushimit. Festat janë për të festuar dhe jo për të pushuar. I vije koha pushimeve, por siç e kemi pasur tradit në vendin tonë, shekuj me radhë që ditëve të festës është festu, është gëzu i madh dhe i vogël, burra dhe gra. Prandaj ta përcjellim këtë vlerë, sepse mbi bazën e këtyre vlerave edhe jemi ndërtu edhe ne. E gëzofshim të gjithë dhe dhash Zoti që të kemi edhe festat e tjera.